Unë sonte do ta kthej kamerën në lidhje me atë çka ka deklaruar me një forum, me një mbledhje akademiku musliman i kombit musliman të Kosovës, Milazim Krasniqi. Që ne ta kuptojmë se krejt çfarë thot Milazim Krasniqi është e pa bazë, është jo e vërtet, është gënjeshtër dhe është një imponim i dhunshëm që unë i quaj terror psikologjik me luajt me ignorancën e njerëzve. Unë personalisht njihem me akademikun, jam taku disa herë, me një herë pas në Kosovë. Gjithashtu kum pas një farë bashkëpunimi, po çdo herë pyetja ime ka qenë për të çka lip ti me Shefqet Krasniqi. Çdo herë përgjigja ka qenë unë jam aty për ti gëdhend ose për ti kontrolluar hoxhallarët mos dalin prej binarëve të asaj ku dojnë me shkule. Edhe shpesh jam çudit, edhe ju e dini se akademiku i muslimanëve Milazim Krasniqi është edhe baba i ish kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.